Policia rrugore e Shkodrës ka intensifikuar kontrollet në territor me dron, radar dhe makina inteligjente në të gjitha akset, ku gjatë muajit mars në fokus ka qenë parandalimi i aksidenteve dhe menaxhimi i trafikut. Si rezultat i këtyre monitorimeve, 33 shtetas kanë përfunduar të proceduar penalisht, 10 të tjerë janë arrestuar për drejtim mjeti në efektin e alkoolit dhe pa leje drejtimi, 22 të tjerë janë proceduar pa leje drejtimi. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë dëshkuar administrativisht 1335 drejtues automjetesh për ndalim ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 621 për parakalimet gabuara, 396 për qarkullim me shpejtësi mbi normat e lejuara, 164 drejtues motomjetesh për mosvendosje të kaskës mbrojtëse, 245 drejtues automjetesh për mosvendosje të rripit të sigurimit, 42 për përdorim të aparateve telefonike, 31 për drejtim mjeti në efektin e alkoolit, ndërsa 1153 janë masat e tjera për shkelje të kodit rrugor. Kontrollet do të vijojnë në gjitha akset rrugore të qarkut, ndërsa policia e Shkodrës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit dhe të kontribuojnë në këtë mënyrë në parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë rrugore në tërësi.